nuk dihet shifra e saktë. Ajo që të heshtruani fare është që 450.000 trupa ruse dhe bieloruse janë të përfshira në një stërvitje ushtarake përveç luftës që po bëhet atje me ato të tjerët. Veshta komplet, 450.000 trupa këtu. Europa nuk i ka 450.000 trupa datë. Ata i kanë në stërvitje. Nuk po them për ata që kanë në Ukrainë, ka në Bielorusi, Rusi. Nuk ka lidhje me territorin e Ukrainës. Tani Rusi po i thotë Evropës, më fal, me çfarë do bëni luftë? Me ne? Çfarë do bëni? për ne trollën ta për të si janë lidh skemi të mbush. Tash çfarë bëjnë çufot që janë mbas luftës kundër Rusisë, sepse nuk po bën Ukraina luftë. Ukraina është mish për top, janë viktima të gjithë. Çdo njeri që vrit në Ukrainë mund dhimbset. Sepse ai shkëti kujton se po vitet për vetën e vet, nuk e di që është thjesht një kukull e përdorur nga çufot. Dhe nuk ka luftë Ukrainë-Rusi. Është lufta e çufove që bëhet në Ukrainë me Rusinë. Në këtë fazë që ne po diskutojmë, po investohet shumë nga çufot që të prodhojnë sa më shumë incidente në Rusi. Ku rasti më i fundit ishte bombardimi sipas zheles i një shtabi ushtarak, që në fakt rezultoi që ishte një konvikt gocash. E kush e poli këtë bombardim? Gjoja Ukrainës. Po, forcat angleze, më fal, ekspertë anglezë bëjnë këto pisliqe, atje që janë gjithë çupave. Dhe në këtë fazë që po flasim, Rusi ka vendosur të përshkallëzojë bombardimet në Ukrainë. Dhe në moment që duhet flisim për paqe, harrojmë që po flasim periudhën më të avantazhuar të Rusit gjatë një viti. Ç'është periudha më e avantazhuar në luftë? Ka një rregull shekullar.